Situatën në Shkodër e shoh me një optimizëm dhe të sigur se Shkodra do të triumfoj, siç ka ditë të triumfoj gjithmonë mbi pushtuesit, mbi diktatorët dhe diktaturat. Kësaj here Shkodra do u jap leksionin më të meritur atyre që menduan se mund ta nëpërkambin. Shkodra është bastion i përjetshëm i vlerave të konservatorizmit, i besimit tek Zoti, tek familja, tek atë. Pra, këto vlera nuk kanë vdekur kurrë dhe nuk vdesin kurrë. Zoti Spahia na nderon dhe shpejt qytetarët e Shkodrës do marrin vesh se kush është ai që i qeveris aty, se ç'përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Do ta mësojnë shumë shpejt. Ju jap fjalën, qytetarët e Shkodrës do mësojnë shumë shpejt se ç'përfaqëson Beci i Dobraçit. Pra, kurse Bar Spahia shkon në SPAK se ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces na bën nder të gjithëve ne, edhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetari. Kur thoni së shpejti, keni një dosje që do ta publikoni? Tani e vërteta është që ka një dosje të merrsisht të rëndë për Benet Becin, me të cilin e man peng Edi Rama. Por ne jemi kundër politikës pengjeve.